Për 2 vitet në vijim, Spitali i Shkodrës parashikon të krijojë 74.904 kg mbetje të rrezikshme. Asgjësimi i tyre është objekt i tenderit të zhvilluar nga operatori i blerjeve të përqendruara, institucion në varësi direkte të Ministrit të Ekonomisë, Blendi Gonçe. Më konkretisht, tenderi titullohet Trajtim dhe asgjësimi mbetjeve të rrezikshme spitalore. Për këtë shërbim është ndarë fondi limit prej 352 milion lek, pa përfshirë të VSH. Prokurimi u mbajt më 9 mars 2026 dhe dyshohet se vetes ja kanë rregulluar formularët, pasi fituesi ka qenë i paracaktuar. Në tender kanë aplikuar 2 kompani, Meditel ShPK dhe Vale Recycling ShPK. Opendata e ka dekoruar tenderin me flamur të kuq për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Dhe në fakt, këtu ka një tarif korrupsioni që del nga diferenca ofertës fituese me atë që nuk është marrë në konsiderat. Kështu Meditel ShPK ka bërë ofertë 299 milion lek pa të VSH, ndërsa shoqëria Vale Recycling ShPK ka bërë ofertën 348 milion lek pa të VSH. Me ofertën 52 milion lek më të lartë, Recycling ShPK më 30 mars 2026 do të shpallej fituese. Jo vetëm se kjo është një procedurë dyshimt, por kjo kontratë rrezikon të mos sigurojë shërbimin e kërkuar. Kompania fituese është në pronësi të Elvis Mirit, i cili është i provuar se mashtron me pajisjet që ka në dispozicion. Pra, ka rrezik që mbetjet të na dalin në lumenj apo në plazhe. Elvis Miri u arrestua në qershor të vitit 2024 për abuzime me dokumentet që merrte pjesë në tendrat e mbetjeve spitalore. Ai u akuzua se ka marrë pjesë në mbi 200 tendera për asgjësim mbetjesh spitalore prej vitit 2016, teksa ka mashtruar në lidhje me pajisjet e kompanisë. Mbi të rëndolin akuzat për veprat penale, falsifikimi dokumenteve, menaxhimi mbetjeve dhe aktivitetet e rrezikshme, tha policia në 2024. Krahasti u akuzuan edhe disa inspektorë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Gajtimi rezultoi se i mungonin pajisjet për ta realizuar një gjë të tillë, të deklaronte policia. Pas hetimeve dhe arrestimit, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit i pezulloi lejen mjedisore këtij subjekti. Korrupsioni do t'i vinte në provë institucionet. Firma ju drejtua gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, kur ndër të tjera kërkonin sigurimin e padijës për pezullimin e zbatimit të këtij akti. Kjo gjykatë pranoi kërkesën, duke pezulluar zbatimin e aktit administrativ deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Disa muaj pas hetimit dhe arrestimit, Elvis Miri fillimisht u lirua nga gjykata dhe më pas në muajin janar 2025 u rikthye si administrator i firmës Vale Recycling. Menjëherë do të rikthehej në tendrat publik. Hetimi zbuloi një skem të gjerë falsifikimi dhe shpërdorimit e tyre, e cila përfshinte bashkëpunim ndërmjet subjekteve private dhe funksionarëve publik. Përjetoi, u morën të pandehur për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve administratorët e 3 kompanive. Më konkretisht, bëhet fjalë për administratorin Elvis Miri, i Vale Recycling ShPK, Elidiana Shehu, e MC ShPK dhe Laert Shehu, i SWAT ShPK. Këta akuzohen për deklarime të rreme mbi pajisje teknologjike për sterilizimin e mbetjeve, të përdorura për të përfituar kontrata publike dhe leje mjedisore në mungesë të kapaciteteve reale. Sipas prokurorisë, Elvis Miri ka marrë pjesë në mbi 200 procedura tenderi për asgjësim mbetjesh spitalore prej vitit 2016 në vijim, duke dorëzuar kështu dokumentacion të rrem. Personi në hetim pretendonte se kishte kapacitete për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve spitalore duke i kthyer ato nga të dëmshme në të padëmshme, por nga hetimi rezultoi se i mungonin pajisjet për ta elaboruar një gjë të tillë. Personi juridik është inspektuar nga 2 punonjës shtetëror, por është mbuluar nga këta të fundit për mungesën e pajisjeve Ekonos, TSC 150, po kështu edhe 6 inspektorë të tjerë shtetëror kanë mbuluar veprimtarinë reale të personit juridik, duke mos raportuar pika shkarkimi në ajër dhe tokë të pajisjeve Margazini, të identifikuar nga inxhinierin dhe historik, si dhe duke raportuar se në vend të ushtrimit të aktivitetit gjendet e instaluar vetëm një incinerator, tha prokuroria. Sipas të njëjtave burime, rezulton e provuar se pajisja Ekonos TSC 150 e kqyrur nga oficerët e policisë gjyqësore është importuar në datën 22 janar 2024 nga person juridik, ndryshe nga sa ka deklaruar personi nën hetim Elvis Miri, se pajisjen Ekons TSC 150 e ka importuar dhe instaluar në vitin 2016. Në këto kushte ngrihen dyshime se me mungesën e pajisjeve Ekonos TSC 150 dhe të një prej incineratorëve, personi juridik të mos ketë aftësi të përmbush objektin e kontratave të lidhura me palë të treta për trajtimin e mbetjeve spitalore. Hetimet vijojnë në drejtim të veprimeve dhe mosveprimeve të enteve publike,
si dhe bashkëpunëtorëve të mundshëm, ekspertëve kontabël, në raport me pasojat që mund të kenë ardhur mbi ndikimin në mjedis një vite. Mbyllet njoftimi i prokurorisë. Dhe ndërsa prokuroria hetonte mashtrimin, Komisioni i Prokurimit Publik, sikur të ishte institucioni i ndonjë shteti tjetër, i jep mirit tenderin me objekte evadim, transport dhe trajtimi mbetjeve të rrezikshme spitalore, zhvilluar në datën 11 mars 2024 nga drejtoria e spitalit Ihsan Çabej Lushnjë. Në ankesën e bërë, Vale Recycling SHPK pretendonte se është skualifikuar pa të drejtë nga gara. Pra, dokumentet i disponon, por Komisioni i Vlerësimit nuk ka bërë shqyrtim sipas ligjit. Të datën 28 maj 2024, KPP vendosi që të pranojë ankesën e Elvis Mirit dhe i kërkoi Spitalit të Lushnjës që të rishikojë edhe një herë dokumentet e firmës në fjalë dhe arsyet e skualifikimit të tij. Më 6 qershor 2024, Spitali i Lushnjës raporton se ka zbatuar vendimin e KPP për shqyrtim dokumentesh, por sërish ka lënë të skualifikuar ofertën e firmës Elvis Mirit. Ndërkohë në të njëjtën ditë, Prokuroria e Tiranës njoftonte arrestimin e tij. Vetëm pas disa ditësh në burg, Elvis Miri del sërish në skenë. Kompania vazhdo ka denoncimin në KPP për tenderin në fjalë dhe më datë 16 qershor del një tjetër vendim. Edhe në këtë akt, KPP i ka dhënë të drejtë Elvis Miri duke pretenduar se Spitali i Lushnjës ka anuluar tenderin pas zbatuar pikat ligjore. Ky është vendimi i bllokimit të tenderit nga KPP. Kujt po i shërben te komisioni? Si mund të bllokosh tenderin e pastrimit të mbetjeve të spitalit për një person të akuzuar nga prokuroria për falsifikimin e dokumenteve të këtij tenderi? Shohim që institucionet që supozohet të mbrojnë shtetin nga korrupsioni legalizojnë një mashtrim të madh nëpër tendera. Ky biznesmen i mashtrimeve seriale vazhdon i pashqetësuar tenderat e mbetjeve të rrezikshme të spitaleve. Nga ana tjetër, trajtimi i mbetjeve bëhet pa transparencë. Nga të dhënat e paraqitura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 39 spitale publike në vitin 2024, rezultonte se gjatë 4 viteve buxhetore së bashku me evadimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme me operator ekonomik, janë shpenzuar rreth 5.2 miliard lek ose rreth 1.3 miliard lek në vit. Sipas KLSH-s, teksa një pjesë e menaxhimit bëhet përmes kontratave me privatët, një pjesë tjetër bëhet përmes autoklavave, që kanë të instaluar vetë spitalet, por jo të gjitha kanë funksionale një të tillë. Megjithëse në disa spitale publike të vendit kryhet procesi i sterilizimit nëpërmjet autoklavave, në ministri nuk gjendej një strukturë e cila të dispononte informacion lidhur me këto procese, thuhet në raport. KLSH vëren se magazinimi i mbetjeve spitalore gjithashtu shfaq problematika nga njëri spital në tjetrin. Konkretisht në Spitalin Rajonal Vlorë dispononte ambiente ruajtje të posaçme në secilin pavion për mbetjet, dhe po kështu për ambalazhet dhe dhomat e frigoriferëve. Ndërkohë ambienti i magazinimit paraqitej i papërshtatshëm dhe gjatë viteve të fundit nuk ka pasur investime për këtë qëllim. Në Spitalin Rajonal Durrës nuk disponoheshin ambiente të veçuara për ruajtje në pavion të mbetjeve në të gjithë rastet. Në Spitalin Rajonal Shkodër, ambienti për përpunimin me autoklav ndodhej shumë afër spitalit dhe nuk paraqiste kushte të përshtatshme për ruajtjen e mbetjeve deri në përpunimin e tyre. Në hyrje të këtij ambienti ndodheshin edhe koshat e mbetjeve urbane të spitalit. Në Spitalin Rajonal Korç, autoklava gjendet e instaluar në të njëjtin ambient me kaldajën e spitalit ku temperaturat rriten ndjeshëm. Raporti i audituesve vëren se thuajse në të gjitha rastet, kontraktimi i operatorëve ekonomik për trajtimin e mbetjeve është realizuar me lloj në kontratës marrëveshje kuadër dhe në periudha të ndryshme evidentohet se lidhja e kontratave të reja nuk është iniciuar në kohë. Kjo ka krijuar në periudha të ndryshme grumbullime sasish për të cilat janë ndjekur procedura të përshpejtuara për trajtimin e tyre. Sipas KLSH-s, në kontratat e spitaleve vihet re një luhatje e konsiderueshme midis çmimit minimal dhe adi maksimal të aplikuar për çdo vit. Madje edhe kur operatori është i njëjtë. Në disa kontrata aplikohet çmimi i njëjtë për të gjitha kodet e mbetjeve, ndërsa në të tjera aplikoheshin çmime të ndryshme brenda të njëjtës kontrate. Pra, Elvis Miri me shok janë pjesë e ingratazhit të korrupsionit që nis qysh në ministri dhe vazhdon deri te komisionet e tenderave dhe operatorëve ekonomik.